Miq Prizmus, sot shkova te muzeu Marubi, takoja drejtorin, mikun dhe kolegun Lucio Bedeni, por edhe njëkohësisht shkova bashkë me kolegun Sidrit Loja për të parë një ekspozit që quhet Olbania, jo Albania, po Olbania. Dhe njëkohësisht bisedoja pak me drejtorin e muzeut për projekte, bisedonim edhe për trashëgiminë qytetare tonë, trashëgiminë kulturore të Shkodrës. Të jepnin e merrin disa mendime të përbashkëta, t'i trajtonim ato në mënyrë qytetare, urbane, me sa të mundemi ta bëjmë këtë detyrë. Sigurisht ishim 3 qytetarë cilët kishin dëshirën e mirë për ta bërë këtë. Edhe falenderoj Lucion se normalisht edhe ai kishte po të njëjtën dëshirë edhe atë princip bisede për cilin kishim shkuar edhe që ishim frymëzuar edhe nga ekspozita. Kjo ekspozit e drejtor Lucios ishte kuruar nga Sara Dolfi Agostini. Ishte ekzibicion mbështetur nga Ministria e Kulturës e të gjitha këto tekstet Sara Dolfi Agostini, Tereza Çuni është përkthysja, instalimi Kol Guraziu Gjergj Spathari, projekti grafik Bardhi Aliti, drejtori Lucio Bedeni e shumë. Janë shumë punonjës muzeut që ishin. I ka vendosur emrat Lucioja këtu poshtë. Është ky prezantim interesant që fillon me fjalët Olbania është emri famkeq i një gabimi lindur në forumet dhe çatet në MSN dhe imazhet bord të tyre në fillim të viteve 2000 që më vonë u përhap gjithësisht në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram. Një keqshkrim i emrit Albania në Olbania si u shndruan etikën në një vend fiktiv, një vend fiktiv në internet duke i referuar gjithësisht simbole dhe stereotipeve të mitologjisë ballkanike, njësoj si Murica në rastin e Shtetit Bashkuara. Në botën fiksionale, fiction, të pavërtetën është fiction. Olbania, flamujt nxirren jashtë kontekstit, traditat karakterizohen dhe identitetet bëhen një peizazh lëviz mes referencave kulturore, lindore e perëndimore në nuancat e çuditshme të groteskës, imazhit amatorial të dobët deep fake. Nëse e kupton, bësh pjesë, kështu që funksionon bota edhe internetit. Alteracioni, videot i pëlqejnë gabime dhe vetë emri i tyre është një gabim. Marrë një manual përdorimi i televizorit në vitin 2004, ku 5 artistët krijuan kolektivin. Metodologjia që përdorim është një anarkie kreative, me shumë improvizim, pavarësisht mediumit që përdorim, fotografi, film, piktura ose performancë. Nëse nuk do ta lexoj të gjithë të broshurë, ju po të shkoni e gjeni, bileta është i fije e shtrenjtë, por sigurisht edhe muzeu duhet funksionojë në bazë të biletës. Edhe një nga problematikat që do të shtroj është si funksionon muzeu Marubi, duhet funksionojë pastaj edhe galeria e arteve e cilat duhet dalin në qendër. Është një projekt për të dalë në qendër. Galeria do të mblidhte jashtëzakonisht njerëz me fondin e saj edhe me ekspozitat e shumta që ka, po të dilte në qendër, do të kishte edhe një fitim fantastik sipas meje, do vizitohej shumë si nga turistët vendes edhe të huaj. Pra, ky projekt i marr parasysh i përkrahur edhe nga Bashkia Shkodër, nga kryetari Benet Beci. Pastaj edhe projekti i madh për muzeun, edhe muzeu duhet lëvizë nga i vend sepse nuk përfaqëson më asgjë. Dhe ndërtesa keqe, nuk i mban ato reperte. Sipas meje 200 vepra permanente të Galerisë së Arteve, të cilat do të bënin një ekspozit permanente fantastike dhe rreth 1400 reperte që ka muzeu, po dilin përfshi arkeologjinë, është edhe etnografia edhe normalisht pastaj ka edhe pinakotekën e cila sipas meje mund qëndrojë ke muzeu, po mund vinë edhe në galeri, përbëjnë pastaj edhe qendrën kryesore të trashëgimisë kulturore, duke e kthyer edhe një shtëpi, duke e riparuar edhe një shtëpi tradicionale si ajo Osokuka. Do bënte një Shkodër tjetër. E kam fjalën sidomos për galerinë. Unë shpresoj që mos të mbeten në letër këto projekte, por
edhe mendimi i shkëlqyer i kryetarit Benet Becit kthehet në realitet, po njëkohësisht edhe dëshira e shumë njerëz. Dhe për këto biseduam edhe me drejtorin Luço të muzeut. Tash ajo që do t'i thosha për atë që pash. Aty ishin vendosur, dhe do të shikoni gjatë diskursit tim, ndërkohë keni pa shumë fotografi edhe video, ishin vendosur fotografi të marra nga interneti nga vitet 2000 sa deri ka 2008-2009, si pas shpjegimet të Luços, fotografi të grumbulluara të nxjerra në formë polaroidi, të vogla është e vërtet, po aq ka qenë rezolucioni i tyre, të një Shqipëri e cila del mas 97-s. Të një Shqipëri me një kreativitet luetur mendsh, me simptomat e një dashurie për të dalë në perëndim, e cila është shumë e fortë aty, shumë e fortë, po të një anarkie, çrregulli urban fantastik. Të një bote mas 97-s, e cila është botë në tukjen e parë që ne e kemi harruar pak, e shëmtuar, por në të vërtetë që tregon rritjen tranzicionale të tonën. Të një tranzicion i cili zgjatet shumë, që nuk është tranzicion, në fakt është një post periudhë, atë që kam thënë gjithmonë është një post komunizëm që zgjatet stërzgjat duke ne. Të gjesteve dhe figurave, të fotove të cilat krahas anarkisë edhe kreativitetit absurd, kanë edhe një nuancë të urbanitetit të çuditshëm të asaj kohe, i cili lviz nga anarkia ke absurdi, por me përmbajtje të jashtëzakonshme në dëshirën për të qenë pro-perëndimor, pro-amerikan. Të përmbysjes së madhe të mendimit eklektik shqiptar, një endemizmi në figuracion dhe në krijimtari, kreativitet, krijimtari, cili stërkalon edhe fazat më të çuditshme të botës në zhvillimin e saj. Është një Shqipëri e cila tashmë ka humbur, nuk është më. Ne nga ajo ekspozit, po të shkoni ta shikoni, nga këto fotografi që nxjerrën, këto peizazhe që nxjerrën, do të kuptoni se nga 2010 e këtej ndryshimin e jashtëzakonshëm, e jashtëzakonshëm të Shqipërisë. Nuk duhet bëj propagandë, sepse kësaj propagande duhet i ruhem që mos bi prej kësaj. Ka bërë përpara, sigurisht mas një domeni shkatrimesh edhe anarkie të plot, shkatrimit shtetit në 97 me pasojat që janë ke këto fotografi të asaj Shqipërie, që është në këto fotografi. Shqipëri kokë poshtë dhe kokë lartë, që nuk di se nga ta kapësh për të treguar urbanitetin e çmendur të saj. Të një absurdi i cili gati bëhet relativizohet për nga shumicën e madhe që ai zë në urbanitetin e asaj kohe. Dhe fotografitë kanë qartë këtë punë, janë fotografi që kanë bërë edhe ambasadorët, janë fotografi që kanë dalë në internet. Dhe normalisht këtyre që paraqesin edhe këtë ekspozit ju ka shkuar në mendja që t'i vendosin me atë rezolucion të Marubi. Çfarë dua të them? Dua të them që një pjesë realitetit ne nuk e mohojmë dot. Duhet ta sjellim në kopër me kuptu që shiko, kjo ka ndodhur. Kjo Shqipëri kemi qenë dhe sot jemi kështu. Sigurisht larg politikës. Aty ke disa fotografi që janë edhe Berisha edhe Rama, por nuk janë bërë për çështje politike, janë bërë për të kuptuar edhe dallimet midis dy kohrave të asaj kohe. Keni parasysh atëherë ishte pushteti i Sali Berishës dhe pastaj vjen edhe pushteti i Edi Ramës në atë kohë në opozitë. Edhe jo thjesht ndryshimin epokal, por përballen me atë kohë dhe njëkohësisht dalin në këtë kohë që është. Nuk duhet me harru dhe atë Shqipëri. S'duhet të harrojmë edhe marrëzinë e asaj kohe. Nuk duhet të harrojmë edhe realitetin e asaj kohe. Nuk duhet të harrojmë ato pikë të humbura në sy të botës, sepse si thot Luço e ka drejt që thot të punë. Sot po të hapësh për Shqipërinë, shikon vetëm Ksamilin edhe kështu element figurativ të jashtëzakonshëm. Por për asaj Shqipëri e kemi ardhur edhe në kohën e sotme. Ajo Shqipëri ka qenë. Të atyre benzave të përdorur edhe për të punu tokën ose për të bërë marrëzirat më të mëdha. Për atyre kafshëve që ishin bashkë me njerëzit në
në pjacë, pra atyre deformimeve të jashtëzakonshme në kreativitet që kishte edhe plazhi, kur quhet plazhi, imagjino Qizuz, edhe njëkohësisht kur shikon bunkeret 1-1 edhe kur shikon edhe transfiguracione të jashtëzakonshme të një urbaniteti të shmendur, duhet kuptosh edhe ndryshimin e sotëm. Pra asaj kohë vim, dhe nuk duhet ta humbim duke mohuar teoritë woke, mos më i kthy në ideologji, sepse kjo është një nga fajet më të mëdha, kjo është një nga demencat e mëdha që i ka ndodhur edhe botës, na ka ndodhur edhe ne, për të mohuar atë pjesë të realitetit i cili sigurisht është pjesë e kaluar nga ne. Tash nuk e njeh më atë Shqipëri, nuk dalin më ato foto. Ato foto të atij internetit, asaj kohe, atyre revistave në atë kohë, nuk i kupton sot, është shumë e vështirë t'i gjesh. Sot gjen foto të ekspansionit kultural edhe turistik tonët në mënyrë të jashtëzakonshme. Po në atë kohë ishte ky gabimi i madh. Albania, as Albania jo. Edhe këta e kanë kapur edhe e kanë sjell. E kanë kuruar një farë mënyrë të thjeshtë, duke gjetur atë drurin drasën dhe duke i vendosur këto në një rresht i cili është i pafund, janë shumë fotografi. Nuk e di 400 apo 800, nuk e lexova mirë, po janë shumë. Aq shumë sa duke u ndalur një nga një duhet orë për t'i kontrolluar, sepse aty ka edhe simbiozat mëdha midis kohëve, ka grotesk të madh, ka nuk e di, dashni nga njëherë për perëndimin, po atë dashni të shoqëruar me deformimet e mëdha të kohës sonë, me daljen në një farë mënyre në realitetin mas një marrëzie kolektive tonë. Në atë shtatë është marrëzi kolektive e jona, edhe politikës, po marrëzi kolektive. Në liri të shfrenuar të një urbaniteti pa kontroll, të një përzierje të arit me bakrin dhe me plurin, ose edhe nuk e di se me kallajn në mënyrë të jashtëzakonshme. Bile kjo është fjala. Pa i dalluar mirë nga njëri tjetri, duke mos dalluar mirë të lyrën me ngjyrë ari me arin, duke shkatëruar çdo lloj elementi figurativ në saj të kreativitetit, të mungesës edhe të disiplinës në urbanitet, në art, në mendim, edhe në mendim patjetër, atë paraqet, si më thanë, edhe anarkinë e mendimeve tona të asaj kohe. Është një ekspozitë që duhet parë sepse përfaqëson një pjesë të realitetit të cilin nuk e gjejmë më. Dhe po ta lidhesh me atë sipër, po kështu po i referohem edhe herë Duçës, që ka bërë shumë mirë që e ka sjellë të ekspozitë, është një nga më të mirat që kam parë. Disa tjera bile nuk kam shkuar as t'i shoh. Kjo është me shumë përmajtje, me jashtëzakonisht shumë përmajtje. Po ta krahasosh me sipër pastaj, me kohën e Marubit, me kohën e fotografëve të mëdhenj të Shkodrës, kam fjalën. Bën pastaj edhe rilevancën, peshën, se ku shkon qytetërimi jonë, sidomos ai qytetërim që ne i themi këtu në Shkodër. Të linë drejta me thanë që qytetarët duhet të mbrojnë trashëgiminë e qytetit të tyre, që të respektin trashëgimisë periferive, por kemi harruar, e kemi deformuar, të i kaluar dhe shëmtuar trashëgiminë urbane qytetare tona. Shkodra është edhe qark, është edhe rreth, ka qenë dikur, Shkodra pikë pari është qytet. Fillon aty ke ajo kështjella dhe hapet, është qytet. Është urbanitet, që nuk e ka ndërprer urbanitetin për 1000 vjeçar. Kjo ekspozitë duhet na ndihmojnë, sidomos me atë që thash në fillim, që edhe galeria duhet dalin në qendër, edhe muzeu në qendër. Janë planet, po vonojnë. Base është koha për të bërë investime tjera, duhet patjetër të kujdesemi për këtë punë. Kujdesemi për trashëgiminë tonë. Trashëgiminë e madhe qytetare tonë. Është kërkesë imediate e kohës. Duhet kujdesemi shumë për trashëgiminë tonë urbane qytetare. Dakord, miqtë mi?